do doja të pyesja pak, ti si e ke përjetuar angazhimin e ti në politikë? Se e dim që politika ndonjëherë bëhet shumë e ashpër, edhe brutale, edhe me goditje poshtë brezi, që shpesh mund të përfshin edhe familjarët. Unë fakt vi nga një familje ku në një farë mënyrë të gjithë kanë qenë relativisht angazhuar dhe e njihja politikën, e njihja mirë politikën dhe kur Gerti vendosi që të merrej me politikë si një formë e kontributit që donte të jepte, i thash është një arenë e vështirë, po vendosëm bashk që do ta ndiqte këtë ëndër të vetën. Pati ndonjë moment që le të themi të vështirë kur i the ç'të duhet politika lëre fare? Pati një moment shumë të vështirë kur ai kandidoi në disa raste, kur kandidoi në një moment, pati një padrejtësi të brendshme dhe i thash, mendoni thash se realisht ja vlen? Po thua për 2022-shin. Kur garoi për primaret e Tiranës apo jo? Dhe më tha, po tha ja vlen tha dhe ne do ta çojmë tha deri në fund. Dhe ne kemi bërë gjithmonë politikën bashk. Është shumë interesante, dukeshim sikur ishim dy njerëz tërësisht të ndarë, që ecnim paralel, unë shoqëri civile, ai në politikë, dhe kjo ka qenë një marrëdhënie e vështirë her pas here. Dhe kjo ka qenë her pas here na ka krijuar problematika, se ishte në një rast që fillonte që ai ishte në parlament, unë isha jashtë duke protestuar. Por ai kishte një gjë shumë interesante që nuk bëheshe asnjëherë pjesë e rrymës pa e besuar atë që bënte. Ishte i rrallë në këtë gjë, po kjo gjë e pengonte për të ecur në mënyrën e dur në politikën shqiptare. Unë doja të të pyesja në fakt, në 2019-ën, Gerti rezulton të jetë antari më i votuar i kryesisë së Partisë Demokratike, pati marrë mbi 70% të votave. Dhe në 2022-shin garon për primaret e Partisë Demokratike për garën që do të bëjë për kryeqytetin, për Tiranën. Dhe pas kësaj, pati një lloj tërheqje ose zbehje të pjesëmarrjes së tij aktive në politikë. Çfarë ndodhi? U zhgënjye Gerti, ti përmendë një padrejtësi të brendshme. Nga ana ime. Pra, si që gjykon ti? Gerti kishte një marrëdhënie shumë të bukur edhe të fortë me antarët edhe me terrenin. Dhe një nga gjërat më të bukura që ne kemi ndarë me njëri tjetrin është ajo puna në terren. Aty ku njerëzit kanë nevojë dhe aty ku ti duhet shkosh vetë dhe ta shkelësh edhe ta shohësh se si 15 kilometra larg Tiranës, fëmijët nuk kanë shkollë, se si ju duhet të ecin 1 orë e gjysmë, 2 orë, në shi, në borë, thjesht sepse nuk ka një transport për shkollën e tyre, apo thjesht se u mbyllet shkolla se nuk ka mjaftueshëm fëmijë në fshat, se si ato gratë që shkojnë dhe zgjohen që në orën 4 të mëngjesit, ju duhet të ecin sepse nuk kanë transport publik. Të gjitha këto gjëra ti nuk i kupton dot nga koltuku yt. Po u zhgënjye Gerti nga këto primare dhe ti beson nëse ai do ishte zgjedhur në këto primare të PD-s, do ta kishte fituar garën për të bërë kryebashkiak i Tiranës? Unë nuk di të them, unë di të them vetëm që sondazhi i Gertit në terren isha unë. Dhe i thosha gjithmonë një gjë, i thosha ti ndoshta nuk e kupton se sa shumë të duan njerëzit. Sa njeri i jashtëzakonshëm është, sa politikan i mirë është, t'ja japi mundësinë njerëzve si ai që ta drejtojnë vendin. Edhe kjo më bënte shumë të reflektoja dhe thosha do doja të kisha këtu, po X-i ta kështu, Y-i ta kështu, dhe një nga gjërat më të bukura që mua realisht në gjithë këtë dhimbje të madhe për humbjen e Gertit më ka dhënë shumë forcë, është solidariteti i jashtëzakonshëm kur ai u largua nga jeta, ku mijëra njerëz, siç nuk ishte parë asnjëherë në Shqipëri, pritën me orë të tëra në omazhet për Gertin dhe ku e nderuan ashtu siç ai meritonte. Dhe ku kanë kaluar disa muaj nga largimi i jetës, nuk ka përfunduar në asnjë moment grupi i madh i njerëzve të cilët më ndalojnë në rrugë, më thonë, unë nuk të njoh, dua thjesht të t'jap një përqafim, edhe dije që na ke këtu.
nuk ka pushuar asnjëherë mesazhet në rrjetet sociale ditë për ditë, përqafimet e njerëzve, forca e njerëzve, dhe kjo është edhe një vlerësim ndaj figurës së tij, të cilën kanë fatin ta dëgjojnë edhe fëmijët tanë. Ti e prisje gjitha të mori njerëzish, sepse një lumë njerëzish vërshoi atë ditë për t'ju ngushëlluar dhe për të bërë respektet e fundit ndaj Gertit. Të thash, unë isha njeriu që i thoshte gjithmonë, ti nuk e di se sa, ndoshta nuk e di se sa të dua njerëzit, unë e dija se sa shumë e donin njerëzit, por nuk prisja aq një numër aq të madh, dhe thash, një nga gjërat në këtë dhimbje kaq të madhe, një nga gjërat e bukura që më kanë ndodhur janë gjithë këta njerëzit më pas, të cilët në atë mundësinë e vogël të tyre t'japin shumë forcë. Dhe kjo është një nga gjërat më të bukura. Dhe njerëz të cilët ti nuk i njeh, por që me solidaritet edhe me atë zemrën e madhe që ka shqiptare, vinë edhe t'japin forcë. Është një bekim. Pa dashur të ta gricë më shumë plagën. Është aty, do qëndroj gjithmonë aty. Ti çfarë i kujton asaj dite 18 shtatori që të mori Gertin? Apo nuk do ta kujtosh fare? Unë nuk dua ta kujtoj, thjesht ta kujtoj si një mësim që her pas here jeta t'jep, që në këtë botë jemi shumë kalimtar dhe ne nuk kemi dot kontroll mbi jetën, mbi botën, mbi thuajse asgjë. Ajo që ne kemi në dorë është që atë jetë që kemi, që na jepet, që e kemi të shkruar, aq sa e kemi të shkruar, ta përdorim për t'i dhënë botës një dritë më shumë. Gerti arriti ta bënte këtë. Gerti e kreu të plot misionin e vet, por unë do ta vazhdoj, siç ja premtova, misionin e të dyve bashkë. Ti ke thënë që momenti më i vështirë ka qenë kur duhet t'i jepje lajmin fëmijëve. Si ja dole? Një miku im shumë i mirë, i cili kishte kaluar shumë probleme në jetë, më tha një shprehje: ti nuk e kupton asnjëherë sa e fortë je, derisa ti je e fortë, është e vetmja mundësi që ke. Dhe ti aty e kupton se sa e fortë mund të bëhesh për fëmijët. Dhe unë e di që këtë gjë nuk e kam vetëm unë. E kanë të gjithë prindrit, por e kanë veçanërisht gratë shqiptare, të cilat janë mësuar me sfida të jashtëzakonshme dhe janë mësuar të bëhen të forta dhe të marrin situatën në dorë atëherë kur të gjithë të tjerët e kanë humbur.